Sigurisht unë mendoj që ky djalosh ose ky i ri ose kjo e re do thotë ka nevojë që të takohet me ndonjë hoxh edhe të bisedon, sepse muaji Ramazanit është pikërisht muaji i shpresës. Nga se që në ditën e parë të Ramazanit janë hap dyert e xhenetit. Dyert e xhenetit janë hap për neve. Pra, vetëm ne kemi thënë disa herë vetëm që jeton Ramazan, kjo është mbarësi dhe mirësi, vetë që jeton. E pastaj ai që edhe agjeron, pra sepse ka mundësi dikush që jeton, por nuk ka mundësi me agjeru për shkaqe shëndetësore. Por vetë që jeton Ramazan është fat. Pra, fatlum është ai i cili që jeton Ramazan, sepse dyert e xhenetit janë hap. Mëshira e Allahut xhelel xhelal është gjithandej. Pranimi i lutjeve është i madh. E kështu që nuk ka vend për dëshpërim, sidomos në Ramazan, por kemi nevojë ne të rregullojmë raportet tona me Zotin e Madhërisëm. Pra, t'i kthehemi Allahut xhelel xhelaluhu, sepse zakonisht ky dëshpërim padyshim që vije prej djallit. Shejtani don që edhe në Ramazan, sepse do thotë djajt shfrytëzojnë rastin, ani pse të prangosur janë siç cekin dietarët islam që të çështja e prangosjes së djajve, nga se disa thonë që ose mendojnë të paktën me që ka ardhur në hadith që në muajin e begat të Ramazanit prangosen djajt. Këtu në disa transmetime ka djajt e rebeluar prangosen. Ka një transmetim të Imam Ahmedit që prangosen djajt për ata që agjerojnë, për ndryshe djajt domethënë janë aktiv. Sido që tjetë, do thotë çështja është që ne personi mos qetë hapat mëdhaj në jetën e tij, sepse shpesh njerëzit duke mendu me bë hapat mëdhaj dhe nuk mund me realizuar ato kalojnë në dëshpërim. Por nuk ka vend për dëshpërim. Është momenti me u pendu, ju kthy Allahut, fillo me namaz, fillo me shku në xhami, i sheh të tjerët, çush po jetojnë të tjerët. Dhe fillon pra me ushqy aspektin shpirtëror, se zakonisht personat që kanë ide të tilla pra janë të zbrazur nga aspekti shpirtëror. Kemi nevojë pra me forcu lidhjen me Allahun xhelel xhelalu. Nga se veç mendimi për me dhënë fund jetës është mëkat. Lere me marrë një vendim të tillë. Nuk ka do thotë konsiderohet për gjëra shumë të mëdha zotëruna, do thotë ky vendim ose mendimi për me dhënë fund jetës. Absolutisht Allahu xhelel xhelaluhu të gjitha gjërat që i ka kriju në shërbim tonin dhe i ka favorizu për neve. Allahu xhelel xhelalu thotë "Walaqad karramna bani Adem", ne kemi fisnikëru birin e Ademit. Dhe si rezultati i fisnikërimit, Allahu na ka dhënë të gjitha këto të mira, ka kriju xhenetin për neve dhe të gjitha mirësitë në xhenet na prisin neve. Atëherë, nëse personi mendon një çështje të tillë, ka ja ka mësy me shku. Duke qenë se zotëruna mbytja vetvetes, pra rrezikon të ardhmen e tij. Pra të ndeshkohet me zjam, atëherë edhe dëmtimi i jetës së kësaj bote, edhe do thotë ndeshkimi do thotë në ditën e gjykimit ose në botën tjetër. Kështu që me krejt këto të mira që Allahu na ka dhënë, s'ka vend për me mendu për keq. Lërë më me marrë një vendim të tillë. Mirë, po ka nevojë me ridimensionu jetën e tij. Kjo me kthy Allahut, mu pendu tek Allahu xhelel xhelaluhu, me mendu se jeta nuk është çyshe mendon një person. Shpesh njerëzit mendojnë që jeta është çyshe mendon individi. Jo, jeta është pra më e lumtur se kaq. Është më e bardhë se kaq. Njerëzit mendojnë që jeta është krejt zi. Pse? Si rezultat që nuk po i realizohen 2-3, po themi prej projekteve. Jo, ka shumë projekte tjera që duket prit, sepse jeta e kësaj bote është e lumtur dhe e ardhmja po të pret. Pra, e ardhmja është në favorin tonë. Nëse nuk është realizuar diçka në të kaluarën nga ajo që kemi mendu me realizu, di se ajo që po vijë është më e mirë se ajo që ka kalu. Kështu që nuk ka vend për dëshpërim, por ka vend që ne të ulemi me dikon që është më i thirrur dhe të bashkë bisedojmë, të trajtojmë gjërat një nga një, nga se nganjëherë grumbullohen pra problemet ose mos zgjidhja e problemeve, siç thash edhe më herët, të rinjët i qesin hapat e mëdhej në jetë, pra kanë pritshmëri të mëdha, mos realizimi i tyre e kalon dëshpërim, mirë po nuk ka vend për dëshpërim, sidomos në Ramazan, ne jemi shumë të lumtur. Është mirë të takohen me një hoxh në këtë rast, të flasin hapur, të tregojnë ndertin e tyre. Patjetër duhet me u taku, në asnjë formë mos me leju mu izolu, sepse këto mendime do thotë sikur e bojnë të do thotë
i dën personi, e dën izolimin ose vetë izolimin dhe kjo është tepër e rrezikshme. Pra, socializohu, aq më tepër po them tash në Ramazan me shku në xhami, me fal namazin, i takon të tjerë, edhe të tjerë kanë brenga, kanë probleme se jeta e kësaj bote natyra e saj është me sprova. Në xhenet s'ka mplakje, s'ka smundje, s'ka sprova, po sprovat këtu neve në ngritin. Asnjë sprovë këtu nuk është në disfavorin tonë. Çdo sprovë që Allah e çon favorin tonë. Madje unë po them, vetë pyetja e personit është një sprovë pozitive, sepse ai po bën pyetje për me dalë nga kjo sprovë.